karakteristike të Shqipërisë? Si quhet zona ku do të shohim apo vëzhgojmë në një mënyrë dhe në një qasje tjetër disimë antropologjike karakteristikat e ndërtimit të fullave shqiptare? Atëherë do të nisim me zonën e Gjibrit, në fshatin Shkallë. Pastaj do zbresim poshtë në zonën e Klosit, e gjithë territori quhet zona e Kryematës, atë pjesën e sipërme të Kosmatit. Do shkojmë në fshatin Shërbatra, Nëse do shkojmë në stadi kapëm me gjithë pritiki fare. Si gjunafë, si vjetë Sa është tu? 3, 2, 1. Pra, atëherë do shkojmë në fshatin Shkallë, në njësinë administrative Zipër, bashkia Klos, pastaj do zbresim në zonën e Klosit, fshatat përreth bashkisë Klos. I gjithë territori i zonës ku do shkojmë quhet zona e Kryematës, ka pjesa e sipërme e luginës Mapit. Do shkojmë në fshatin Shërbatra dhe në fshatin Mishtër, ku do shohim disa pulla ndërtime e tipit tradicionale të zonës. Janë struktura mjaft mira, pavarësisht viteve apo shekujve të kohës, vazhdojnë mbahen akoma në gjendje të mirë pjesë e madhe e tyre. Kuptohet që ka dhe raste ku janë lënë pas dore, tashmë janë në degradim, por janë ndërtime të cilët identifikojnë, si thuash, terrenin malor të zonës ku do shkojmë me këto ndërtime tipike malore, pra të tipit kullë. Zakonisht sa vjeçare shkojnë? Ka raste të ndryshme, ka pulla që i kemi rreth 300 vjeçara apo dhe më shumë. Ka dhe pulla që janë rreth 100 apo diçka më shumë vite. Variojnë rast pas rasti dhe si të tilla, si thua, çdo pull ka një histori, çdo pull ka një si thua, një histori familjare, histori të zonës që lidhet me të. Dhe që na tregon në ditët e sotme se si kjo histori është përtuar apo e ne përjetojmë në këtë gjendje si vështirë. Do të takojmë atje dhe Flamurin, nga zotëri që ulë në kamerë, ata është do takojmë atje dhe Flamurin. Do takojmë